me puthë të mu edhe dilte e falte namazin. Pra, pse kjo me kuptu që gjithë një fokus e ka pas gruan. Pejgamberi alisam e ka shpreh dashurinë e tij për gratë e tij haptas. Thot, mu është dhuru mu dashuria ndaj grave. Mu është dhuru dashuria ndaj Khadijës. Do thot, pastaj, siç e cika më herët thënien e tij, ku e ka shpreh dashurinë që e du Aishën më shumë nga njerëzit. Edhe ka shpreh, kemi pastaj transmetime për shembull madje në xherim. Thot Aisha, Allah qoftë e kënaqur me te, në Ramazan, thot, me puthë të mu edhe dilte e falte namazin. Pra, pse kjo me kuptu që gjithë një fokus e ka pas gruan, bashkëshortën, me relaksu, jo vetëm kaq, po kemi gjëra shumë interesante. Për shembull, në ditën e Bajramit, lunin, loznin në xhami, sepse xhamia nuk ka qenë shtruar me tepija që i kemi në këtë kohë, po ka qenë në rër, në zall. Edhe ata që ishin të ardhur për viseve ndryshe për Etiopis, lunin një fal loja në xhami, edhe ky hadith është madje në Buhari. Vjen pejgamberi sa më dhe i shikon duke luajt. Më vonë vjen Aisha radhiyallahu anha. Edhe e kthen kokën mrapa, pejgamberi sa më thot, apo ki çfarë me i shiku? Thot po. Ata çndro thot mrapa me. Edhe dikur prap mas një kohë kthen, "O baball", thot, "Jo, su baball." Derisa, domthon, i ka shiku. Pastaj kemi raste ku gjatë udhëtimeve zakonisht e kanë shoqëruar pejgamberin sa më gratë me short, por me moj drejtësi, me short. Edhe kemi një prej këtyre rasteve ku ka qenë udhëtim pejgamberi sa me shok, edhe i ka thënë Aishës radhiyallahu anha, "A vrapojmë, bëjmë gara, a shtyhemi si thot populli." Llogarit motivet e udhëtimit, e vështërsitë, e lodhja, krejt kjo, në fokus prap gruaja. Do të thonë ka pasur momente loje, humori, shumë, po. Do të ciki dy raste, pra. Ky është një rast, duke shku në destinacion, shtyhen, garojnë edhe mun Aisha radhiyallahu anha, sepse ka qenë më e re. Duke u kthy një herë prej udhëtimeve, prap mas një kohe garojnë. Edhe mun pejgamberi sa, thot tash tu hakmora për ata, kjo është para të parën, tash u barazum me një kuptim. Kemi rastin tjetër ku gjatë udhëtimeve e vendoste pejgamberi sa një përgjegjës për gratë. E ka pas emrin, ka në koleksionin e muslimit kjo, Engjeshe, një prej shokëve të pejgamberit alayhis, dhe ja ka thonë një fjalë që unë po du tekstualisht me thonë, sa shumë e rëndësi. I ka thonë, "O Engjeshe, kujdes me gotat e qelçit." I ka quajt gratë gotat e qelçit, unë ndoshta më lejohet me marr këto si model. Pra i ka quajt gratë të tilla, kujdes për mos i lëndo, se gota e qelçit po u thy, ai nuk ngjitet më, po u dëmtu, ai nuk përmirësohet më. Llogarit, përveç që kalon pra përgjegjës, e kalon përgjegjës një burr me përvojë që ai të kujdeset, ka nevojë për asistencë, ka nevojë, çka do të thotë, ka nevojë ti mi po kujdes mos ja lëndo, do të emocionet e tyre. Ka që ishte llogarit një lemon shtëpi, po gjatë udhëtimeve, edhe garante, edhe i donte. Kemi raste të shumta, për shembull në itikaf kur ka qenë pejgamberi sa. Ka qenë në itikaf edhe ka shku Safia radhiyallahu anha me vizitu pejgamberin sa. Ka dalë, ka përcjell deri te dhuma saj. E shumë raste të tilla.